Për këtë rast ishëm të vonë, se kjo rezultat i gazetarisë së lëmtuese. Ma të zoti Peci, për të ardhur kesh, ne kemi pasur rastin edhe ai ka qenë shumë publik, kur vllau i zonjës Pacolli ka qenë i involvuar edhe vendimarrja ka qenë e bazuar në interesa politike. A ka gjetje faktike të asoj zoti Kryzi? Ka anulim të nderit matutjeshëm ose subvencionit. Mora e kanë zonë vllavin e asoj zonjës Pacolli të i thonë bima që të nder. Qysh? A ka vendim gjykatës verdikt të prerë të gjykatës që thotë e kanë nxon vllavin e zonjës Pacolli të ndiku zonja Pacolli të i dhon komisioni jepja të nderin zotit Pacolli. Kërkoni këtë vend nuk e kanë nxon të i sobë mua këto. A i gore kjo me bo. Antoni komisionit bujqësisë në parlament, po ndikoj ka të komisioni këtu. Mi a dhon dajes deputetës. Supozimi, po ju me ndoni që qashtu, se për para ka qenë qështu, mas i ka qenë për para, do mos do tjetë dhe me nëzine që besituve ti po fitoj aj? Shkot, pëta Tomer, pëse po më ati shmirë me blektoj i më falë. Zoti Peci, do të ka të drejten, a i ka qenë sot vetëm i dyshuar. Do të të mas poli ende sjem në shkallën ku mund të ketë aktakuz dhe ti ose diçka tjetë. Ne nuk e di. është liruar. Po gjithsesi, po është liruar, por me procedurë të rregull. Do të thotë ai ka qenë i dyshuar. Edhe askush nuk është duke e vendosur në etiketë zotin Peci. Normalisht që raportet gazetareske, hulumtuese, kanë të bëjnë me rastet të caktuara të cilat prokuria duhet të jetojë. Duhet të jetojë prokuria. Tash në norma, edhe në norma, mi u kthy asaj normës cilën ti po e kërkon, edhe nga ajo qeverisja në kësi momentësh, e që ne kemi pasur në këtë qeveri, në momentin që përflitesh për korrupsion, në shtetet e perëndimit jipen dorëheqjet edhe shkohet në shtëpi, edhe e lejohet drejtësisë me bë punën e vet. Kjo s'ka ndodhur në qeverien Kurti, i cili ka ardhur me vlera tjera të qeverisë. Për dallim prej Po veçate kur përflitet, si janë ato mediat aty në botën perëndimore demokratike, përgjithsisht nuk janë si këto mediat këtu veçanërisht. Çish janë mediat këtu? Të përgazta. Pse? Jo të gjitha. Natyrisht bre që jo të gjitha. Disa media në Republikën e Kosovës fatkesisht tikën një studio me folë për media, me kritiku media. Jo, ka drejt i kritikojë. Ka drejt. Zotni, ka lidhe po. Edhe nuk mund përgjithsohet. Nuk mund përgjithsohet. Edhe unë i vjetër pjesë e media. Nuk mund përgjithsohet. Jemi okej. Këtu ke drejt. Sa di kam thonë disa politikajve, në qoftë se problemi në këtë vend qenë ka shoqëria civile, pe i mbyllëm kërejt. Po në qoftë se problemi i shoqërisë tonë janë mediat, na mbyllëm kërejt. Po nuk ka problemi i shoqërisë tonë, nuk janë mediat, problemi i shoqërisë civile. Kush ta mbyll? Nuk janë mediat, politika ta mbylli politikën. Politika është problem. Ata mbyllin politikën pra. Absolutisht po, e mbyllim me votë. E mbyllim me rezistencë qytetare, e mbyllim me presion qytetar, e mbyllim me aktivizëm. Edhe kryojnë apati. Po ç'a do që Po kryojnë? nas mujna mi votuoje qëtë me na përfaqësu se s'funksionon demokracia të na. Qëto parti politike kena. A je në parti me votën tona dhe me menaxhimin e votës tona? Jo, më falë atë. Jo, unë nuk me votuoje qëtë. Okej. Do të thotë kjo bëhet. Nuk ka problem i Kosovës as media, as kush tjetër, o politika edhe udhëheqësit institucional. Nuk ka problemi jo. Kolektimi unë dalet ma shumë të Donika Kërvalla, po e rashkalut Albelina Aziun, që unë besoj është më skandal ma i madhë sa Donika në këtë rast. Nuk e dia ka pas sa deklaratë? Jo, po ishte deklaratë. Dhe me thonë, deklarata e Albelinës ka qenë Albelina Aziun, ministra në detyrë, e cila tha... Që nuk është rësi fidan me të plëcu. Po së është rësi, po është ministri drejtësisë që në një shtat normal në të kundër të një shdash me përkallë, me bothiri, me shumë... Ose ma e balancume me deri në fund këtë punë. Tash, blerim vish për mundona me spjegu. Kaloj edhe të Peci edhe të kretë rasit korruptive dhe të kjo hipokrizia jo të këtu që jetu e bobën edhe deklaratëve që si jetu e marrë vesh vetën, që ta shta spjegoj. Edhe të këtë to shka ndodhë. Nga ideja vazhdueshme në blerim që me ngja në deklarime që i përshtatën këtë rast, fatkesisht që më duhet më ta thonë, pushtetit të e qujtë selektive drejtësin, nuk e besoj që të takan si opinion bërës me bo, jo në këtë studio, ku do tjetër, kjo është pak të në opinioni jam. Qërë që ka tha rrugës ti? Tha kështu, Faton Peci është ministri i vetëm, i cili e ka luftu korupcionin në Ministrinë e Bujqësisë. Kjo është vërtet, sepse ka të arrestu më ty për grante për subvencione. Pyetja ime për ty është blerim. Kush i ka arrestu qëta? Kush i ka jetu qëta? Cila prokurori? E Gjermanisë e Kosovës?